Socialistët paralajmërojnë betejë të ashpër në kuvend të lidhur me hetimin e akuzave të ngritura ndaj Ministrisë së Mbrojtjes për trafik armësh dhe korrupsion. Deputeti Piro Lutaj në një intervistë për Ora News këmbgul në lishmërinë e Komisionit Parlamentar për të mbikëqyrur punën e këtij institucioni dhe riapelon kryetarin e kuvendit Josefina Topalli të reagojë për pengesën me të cilën janë përballur deri tani socialistët. Komisioni i Sigurisë do ta nisë punën pikërisht atje ku e la, me zbatimin e agjendës vet për kontrollin për mbikëqyrjen parlamentare të Ministrisë së Mbrojtjes. Tashmë ne presim fjalën e kryetares së kuvendit të Shqipërisë, e cila në mënyrë çuditshme hesht përpara një situate absurde që ndodh me deputetët e vet. Ajo është kryetaria e parlamentit që siguron marrëdhëniet e kuvendit të Shqipërisë dhe deputetëve të saj me institucionet e tjera konform rregullave dhe ligjeve, dhe ne presim që kryetaria e parlamentit të prononcohet për këtë çështje, për t'i thënë Komisionit të Sigurisë Kombëtare që këtë që po bëjnë e kanë të ligjshme apo të paligjshme. Duke u ndalur tek një tjetër çështje e nxehtë, siç janë negociatat me Greqinë për kufit detar, deputeti Lutaj thotë se Partia Socialiste nuk do të rreshë së kërkuarit transparencë. Partia Socialiste kërkon transparencë në çdo hap që do të merret për sa i përket rinegocimit të kufive. E hona shënon nisjen e sesionit të ri parlamentar dhe hetimi i Ministrisë së Mbrojtjes është një nga çështjet e lëna pezull që pritet të sjellë mjaft debate mes palëve politike.